Ismail Kadare ka dhënë një intervistë në Alsat, domethënë ishte libri u botuar në vitin e pavarësisë të Kosovës, dhe ai kishte dyshim që ky libër mund të jetë të ketë shkruar me porosi të qeverisë serbe. Libri nuk ka djegë qëllim çmimëtisimin e Skënderbeut. Shumë njerëz mendonin që në historian nuk është shkencëtar i pavarur. Ai punon me porosit, sepse kjo është përvoja edhe nga epoka e enverismit. E dim sot në çfarë mënyrë enveri vet kanë tërhyrë në punën e historianëve. Shqiptarët, historinë e shqiptarëve, Shqipërinë dhe Kosovën. Vini shpesh në Kosovë apo jo? Si ju duket Kosova sa herë që vini, por edhe vizet tjera shqiptare? Por siç kam thënë, unë mendoj që Kosova ka, domethënë në botën shqiptare ka një pozitë veçantë edhe sot, sepse sidomos unë mendoj për shqiptarët e Shqipërisë, sepse është herë e parë, për këtë arsye unë mendoj që është momenti më i mirë në gjithë historinë e shqiptarëve, që ekzistojnë dy shtete shqiptar me një kulturë, me një gjuhë të përbashkët, por me dallime të madhe në sistemin politik. Dhe unë mendoj që ndoshta mund edhe të jetë një shans për të gjithë shqiptarët të krahasojnë sistemit dhe edhe domethënë të marrët elementat më të mirë nga tjetri. Dhe domethënë edhe në fillim të kësaj interviste kam thënë që arritja më e madhe e Kosovës është fakti që tani përfaqëson mënyrë më të çallë të demokracisë shqiptare që ka ekzistuar në gjithë historinë e këtij kombi. Çfarë vendi zën shqiptarët, Shqipëria dhe Kosova në Evropë, zoti Shmet? Po mirë, në radhë të parë Shqipëria si shtet ka kaluar një fazë jashtëzakonisht e vështirë në epokën e komunizmit, domethënë me vetë izolim. Kjo është një eksperiment i cili sot ekziston vetëm në Korenë e Veriut. Por historikisht shqiptarët gjithmonë kanë qenë një shoqëri shumë e hapur. Domethënë mërkimi është një nga faktorët kryesore të gjithë historisë së shqiptarëve, domethënë historia shqiptare sot, jo vetëm në Ballkan, por në shumë vendet, dhe unë mendoj që kjo është edhe pasuri, domethënë dhe fakti i rolit të diasporës është e hapur në Shqipëri dhe në Kosovë, si mund të mobilizohet edhe më mirë për zhvillimin e këtyre dy shteteve shqiptare. Keni shkruar për historinë shqiptare, disa libra, mund t'i përmendi disa, zoti Shmet, Historia e shqiptarëve, Skënderbeu, Shqiptarët, një histori midis lindjes dhe perëndimit, Kosova, historia e shkurtër, një treve qendrore, Ballkanike, Arberia, Venedike, por dua ndalim tek libri për Skënderbeun, pse pati aq shumë reagime për atë libër? Po mirë, për atë parë që disa ditë pas botimit të librit, dhe Ismail Kadare ka dhënë një intervistë në Alsat, domethënë ishte libri u botuar në vitin e pavarësisë të Kosovës, dhe ai kishte dyshim që ky libër mund të jetë të ketë shkruar me porosi të qeverisë serbe. Natyrisht kjo nuk ishte fakti, por për fat të keq edhe çdo autor i një libri humb kontrollin për librin në momentin e botimit. Ky libër u bë objekt i një debat politik në Shqipëri, edhe përkthyesi im Ardian Klosi, një intelektual i shquar, donte edhe të shkaktonte një debat për çmimëtisimin e historisë. Por unë mendoj që është shumë rëndësishme të bëjmë një dalim midis këtij debati dhe librit. Libri nuk ka djegë qëllim çmimëtisimin e Skënderbeut. Është një libër, është një biografi e një nga figurat më të madhështore të mesjetës evropiane. Por natyrisht mund edhe të përdoret për një debat publik. Domethënë, dy qëllimet të ndryshme dhe domethënë edhe autori mund të bie viktima kolaterale e një debat të tillë,
sidomos po hynë në debat edhe politikanët si kryeministri, presidenti i shteti dhe të tjerë. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, natyrisht, kjo debat pasqyron edhe një moment historik të përcaktuar në Shqipërinë pas komuniste. A ka probleme historiografia shqiptare, apo jo? Dhe nëse po, pse, zotë Shmet? Çdo historiografi natyrisht ka probleme, por natyrisht në petet fakti që historiografia shqiptare u zhvillua në Shqipërinë komuniste. Pas rënies së komunizmit, domethënë shumë Shqipëria ballafaqohej edhe me faktin se mund të trishoj edhe sistemi shkencor. Ishte fjalë për rishkrimi i historisë. Domethënë, por rishkrimi i historisë është edhe një koncept autoritar, sepse nuk mund të se vendësosh një version zyrtar, domethënë komunist, me një version tjetër. Dhe edhe në kohën e botimit të librit tim, shumë njerëz mendonin që në historian nuk është shkencëtar i pavarur. Ai punon me porosit, sepse kjo është përvoja edhe nga epoka e enverizmit. Një historian nuk kishte asnjë liri shkencore, sepse e dim sot në çfarë mënyrë enveri vet kanë tërhyrë në punën e historianëve. Ai ka kontrolluar edhe ka përcjell të gjithë konferencat shkencore. Cili është niveli i studimeve tani historisë shqiptare? Studimet që bëhen, a janë serioze apo jo? Qoftë në Kosovë dhe në Shqipëri po është? Po unë mendoj në Kosovë, në krahasim me shkencat të tjerë në fushën e shkencave njerëzore shoqërore, historia është sigurisht pak konservator, domethënë ka antropologjia, shkencat shoqërore janë më të hapur, po natyrisht ka gjithmonë edhe përjashtime, domethënë janë intelektualët të cilët bën një kontribut të veçantë. Unë desha të përmend sidomos emrin Ilber Hysajt, i cili sigurisht është historiani më origjinal në Kosovë. Në Shqipëri situata është krejt ndryshme, sepse dhe Instituti i Historisë ka... Shkurtimisht nga sejmi në fund, zotë Shmet, po. Jo, vazhdoj vetëm shkurtimisht. Po, unë mendoj që kjo gjërat janë pak të ndryshme, sepse ka një interes për hapjen, por unë mendoj që kjo betet një sfidë për ne të gjithë.